Një pronare lokali në Velipoj është ndëshkuar me masa administrative për 200.000 lekë shtërin, pasi në ambientin që administronte gjeneroi muzikë mbi normat e lejuara. Sipas policisë, shërbimet e stacionit të policisë në Velipoj kanë vijuar kontrollet në terren bazuar në hartëzimin e zonave me risk për ndotje akustike, si dhe në ankesat e qytetarëve. Gjatë këtyre kontrolleve janë testuar me matës të zhurmës disa subjekte në zona turistike të hapura dhe të mbyllura, për të verifikuar respektimin e kufijve të përcaktuar në ligjin për administrimin e zhurmës në mjedis. Nga verifikimet është konstatuar se në një lokal muzika ishte mbi nivelin e lejuar. Për këtë shkelje administratorja 23 vjeçare është gjobitur me 200.000 lekë të rinj. Ndërkohë, strukturat përgjegjëse kanë ushtruar kontrolle dhe për respektimin e orarit të lejuar për muzikën në ambientet e hapura, i cili është nga ora 11 deri në orën 24. Policia e Shkodrës bën me dije se kontrollet do të vijojnë intensivisht gjatë gjithë sezonit veror, me qëllim garantimin e qetësisë dhe sigurisë për banorët dhe pushuesit në zona turistike.